Ne në çdo takim vazhdimisht e përsërisim qëndrimin ton që ura mbi Ibër duhet të jetë për herë e hapur. Tash I kemi gjithsej 77 ura mbi lumin Ibër, shumica dërmuese e tyre janë në Kosovë, për ka të tilla edhe në Maltëzi në Serbi, e vetmja urë e cila ka persona të uniformuar sipër saj, tërkohën është ajo ura kryesore mbi Ibër. Besoj që nuk ka nevojë që aty t'jenë pjesëtarët e KFOR-it, mirë po ne këtë çështje zgjidhim veç se me bashkëbisedim të hapur, me dialog të sinqert, dhe besoj që do të vijë edhe dita kur edhe ajo urë do të jetë e hapur. Urat nuk kanë përkatësi etnike, urat mbi Ibër janë urat të Mitrovicës dhe të Mitrovicasve padok. Që të rritet qarkullimi dhe të ketë sa më shumë mobilitet në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën tonë. Andaj unë falenderoj operatorën ekonomik, ushtruesin e detyrës ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishin dhe kryetarin e ri të komunës jugore të Mitrovicës Fatun Pecin dhe të gjithë qytetarët e Mitrovicës, të gjithë këta kolegë, aktivistë të cilët kanë kontribuar të vijmë te kjo ditë e bukur në të cilën ndodhemi mbi lumin Ibër në këtë urë të re. Me 2 korrekt të këtij viti e kemi vënë kur themelin për urën për automjete. Me 26 gusht e kemi përfunduar dhe e kemi lëshuar në qarkullim urën për automjete, pra përgjithsej 54 ditë në afat rekord është realizuar ndërtimi I urës për automjete. Këtë hapësirë mbi lumin Ibër do ta shfrytëzojnë të gjithë qytetarët pa dallim jug e veri. Përfundimisht Mitrovica po merr drejtimin e duhur dhe urat që kanë mision dhe janë sinonim I bashkimit më në fund po marrin kohën dhe drejtimin e duhur. Mirë po kjo është realizuar pol angazhimit, përkushtimit dhe qëndrueshmërisë së kryeministrit Kurti. Nga periudha pas luftës, fatkeqësisht Mitrovica nga institucionet qendrore në vazhdimsi është pasi problemi Mitrovicasve. Në 4 vite e gjysmë të fundit, tash përfundimisht kemi vëmendjen e institucioneve qendrore.